Mazhoranca I dërgon 2 propozime opozitës për reformën e drejtësi, por demokratët këmbgulin në përjashtimin e ndërkombëtarëve nga vetingu. Prokuroria kërkon 5 vjet burg për ish-gjyqtarin Rasim Doda, kërkoi 80.000 euro rishfet. KLD pezullon nga detyra gjyqtarin shoqëri Çobo për ngacmim seksual. Operacioni antidrog në Tiranë kapen 1.3 kg kokainë, 7 persona në pranga. Lënda narkotike kishte destinacion lokalet VIP të zonës së ish-bllokut. Kryeministri Edi Rama merr pjesë në samitin e NATO-s në Varshavë. Aleanca e Atlantikut Veriut diskuton sfidat e sigurisë, kërcënimi nga Rusia dhe terrorizmi. Lungomare, burim trafiku në Vlorë në kulm të sezonit turistik. Projekti I ri vetëm me 2 korsit ngushta që shtojnë mundimet për udhëtarët dhe dëmtojnë turizmin. Të nderuar zonja dhe zotrin, mirëmbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vision Plus. Pavarësisht qëndrimeve krejt kundërta për reformën në drejtësi, mazhoranca dhe opozita vijojnë negociatat për arritjen e një marrëveshjeje. Kreu I Komisionit Posaçëm konfirmoi se demokratëve u janë bërë 2 propozime të reja, për të cilat pritet përgjigje. Nga ana tjetër, Fatmir Xhafaj tha se ende nuk e ka marrë zyrtarisht ofertën e demokratëve. Një ditë pas letrës së ambasadorit amerikan Donald Lu drejtuar deputetëve për miratimin e reformës në drejtësi, negociatat mes palëve vijojnë. Kreu I Komisionit të Posaçëm parlamentar Fatmir Xhafaj pohoi se edhe pse në distancë, palët mbajnë kontakte për mundësinë e gjetjes së një formule kompromisi. Për mediat, Xhafa pohoi se zyrtarisht opozitës janë dërguar 2 propozime të reja. Unë po ju them një fakt që ne kemi dhënë Partisë Demokratike para disa ditësh 2 propozime shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me formulën e përzgjedhjes së antarëve jo gjyqtarë në Këshillin e Lartë gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe atë që ka të bëjnë me përzgjedhjen e institucioneve komisionerëve që lidhen me vettingun. Natyrisht nuk I kemi bërë publike për të qenë korrekt, për të qenë luajal dhe natyrisht për të ruajtur qëllimin që ka një negociat politike ndërmjet 2 palëve që është konfidencialiteti. Propozimin që lidershipi demokrat pohoi pak ditë më parë se I ka dërguar mazhorancës, si pikë që mund të bashkojë opozitën dhe shumicën, Xhafa I tha se nuk e ka marrë. Ne për gjëra që janë në proces negocimi nuk I bëjmë publike. Pra me pak fjalë, ne nuk marrim mitrolozin të qellojmë edhe të vrasim para se të ulemi të diskutojmë në tavolinë. Kurse Partia Demokratike, përkundër gjithë saj norme ose kësaj marrëdhënie korrekte që do duhet të kishte një forcë politike serioze, bën publike një gjë që nuk e ka çuar akoma në një tryezë negocimi. Po pyeteni zotin Basha ku e ka dërguar, me post me rekomande apo me post zakonshëm. Mëngjesin e së premtes, kreu I Komisionit për reformën e drejtësi zhvilloi një takim me ambasadorin Lu. Fatmir Xhafaj I ruajti konfidencialitetin e bisedës, por gazetarëve u kërkoi të lexohet drejt letra që ambasadori ka dërguar deputetëve. Nuk ka 4 opsione tek letra ambasadorit Lu, janë 4 pika, se nuk quhen as rekomandime, jo të gjitha quhen rekomandime të opinionit final, po 4 pika të trajtuara nga Komisioni I Venecit për të sjellë në vëmendje të ligjvënësve për ta kuptuar dhe trajtuar shumë gjërë se çfarë janë duke trajtuar sot këtë çështje. Në mbledhjen e radhës së komisionit ku opozita mungoi sërish, u diskutua mbi projekt ligjin për organizimin e pushtetit gjyqësor. Opozita kërkon të përjashtojë me çdo kusht ndërkombëtarët nga procesi I vettingut. PD ka refuzuar gjithashtu dhe propozimin e shumicës për votën e transferueshme. Nënkryetari I Komisionit Posaçëm Oerd Bylykbashi tha se kjo formulë I jep Ramës të drejtën të zgjedhë 8 anëtarë, ndërsa opozitës vetëm 4. Demokratët kanë zbardhur propozimin e tyre për procesin e vettingut e mënyrën se si do të zgjidhen 12 komisionerët që do të bëjnë rivlerësimin e gjyqtarëve prokurorëve. Kjo formulë lë jashtë procesit të vendimarrjes faktorin ndërkombëtar, duke ja lënë seleksionimin e kandidaturave gjykatës kushtetuese. Këtij paneli për 3 gjyqtarësh do të bashkëngjiten përfaqësuesit e operacionit ndërkombëtar të monitorimit në rolin e tyre siç e përcakton qartë Komisioni I Venecës të rojtarit të transparencës. Bylykbashi ka theksuar se ky është një propozim kompromisi pasi garanton barazi në përzgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Posaçëm të Kualifikimit që do të realizojë vettingun,
duke hedhur poshtë kështu propozimin e shumicës për të aplikuar votën e vetme të transferueshme, e cila jep mazhorancës mundësi të zgjedhë 8 komisioner e opozitës vetëm 4. Propozimi i votës vetme transferueshme është një propozim që ka kohë që diskutohet dhe që nuk merr miratim për shkak të një serie defektesh, problemesh teknike dhe politike që do shfaqten në ambientin shqiptar. Bylluk Bashi ka reaguar edhe ndaj deklaratave të socialistit Xhafaj, duke saktësuar se ai nuk është pjesë e negociatave, prandaj nuk e ka marrë propozimin e Partisë Demokratike. Ne propozimin e kemi bërë në kanalet tona të komunikimit në negociat dhe jo në Komisionin e Reformës Drejtësi, që tashmë nuk është më as Komisioni i Reformës Drejtësi, nuk e ka më atë staturë. Por kur flitet për mendimin e faktorit ndërkombëtar në lidhje me formulën e Partisë Demokratike, duket se opozita ka vetëm një përgjigje. Ky është një propozim i cili është 100% në përputhje me paragrafin 88. Propozimi i opozitës parashikon që kandidaturat për institucionet e vettingut të depozitohen pranë presidentit ose avokatit të popullit. Gjykata kushtetuese të bëjë seleksionimin e tyre me monitorim ndërkombëtar dhe më pas një komision me përbërje të barabartë, 6 opozite, 6 mazhorancë, të zgjedhë 12 komisionerët, secili deputet të votojë vetëm për një kandidat. E në fund, seanca plenare të votojë listën me 12 komisionerët me 2/3 e votave. Prokuroria e krimeve të rënda ka kërkuar këtë të premte dënimin me 5 vite burg dhe 3 vite heqje të së drejtës së ushtrimit të detyrës për gjyqtarin Rasim Doda. Aja akuzohet për korupcion, pasi dyshohet se i kërkoi 80.000 euro rishfet një qytetari në këmbim të një vendimi në favor të tij. Por pasi nuk mori pagesën, gjyqtari ndroi dispozitivin, duke dhënë një tjetër vendim këtë radhë në favor të palës kundërshtar. Hetimi ndaj pandeurit u zhvillua fillimisht në masën e sigurisë arrest me burg dhe mëtej në arrest shtëpie, ndërkohë gjyqtari Sarandës nuk e ka pranuar akuzën. Këshilli i lartë i drejtësisë pezulon nga detyra gjyqtarin Shqyqyri Çobo. Ai akuzohet për ngacmim seksual ndaj një 32 vjeçare e cila kishte nisur procedurat e divorcit me bashkëshortin e saj në gjykatën e Beratit. Nga hetimet rezultoi se gjyqtari Çobo ka takuar klienten e tij jashtë orarit punës dhe ambienteve të gjykatës. Qytetarja ka deklaruar përpara hetuesve se kishte takuar gjyqtarin në fjalë nga frika se ai nuk do t'i jepte divorcin. Provë për prokurorin mbeten edhe 300 telefonata si dhe qindra SMS të dërguara drejt 32 vjeçares. Organi akuzës i ka komunikuar gjyqtarit Shqyqyri Çobo vendimin për pezullimin e tij nga detyra dhe sipas kodit penal ai rrezikon të kryejë nga 3 deri në 10 vite burg. 1.3 kg kokain kanë rënë në duart e agjentëve të antidrogës, ndërsa 7 persona janë arrestuar. Lënda narkotike ka pasur si destinacion tregun vendas dhe furnizonte lokalet e ish-bllokut. Policia e Tiranës sekuestroi 1.3 kg kokain, ndërkohë që në prangaran 7 persona si posedues dhe shpërndarës të saj. Arrestimet u bën gjatë operacionit të koduar 7, ku pjesëtarët e grupit dyshohet se janë furnizuesit kryesor të bareve e lokaleve VIP të kryeqytetit. Donjet Zaloshnja, Selim Rama, Aurel Kafeja, Indrit Barçi, Lazar Buhani si dhe Mikele Enea Mitri u hetuan për më shumë se 3 muaj nga policia. Gjatë kontrolleve u gjetën dhe 12.800 euro, 2 peshore elektronike, 3 automjete dhe 15 telefona celular, të cilët do të ekzaminohen për të identifikuar klientët e këtij grupi, bashkëpunëtorët dhe mënyrën se si ata siguronin kokainën. Hetuesit dyshojnë se grupi kishte siguruar 5 kg kokain, por e ka shitur në tregun e kryeqytetit vlera e secilës e ndarë në doza shkon më shumë se 100.000 euro. Gjykata e krimeve të rënda dha këtë të premte masën e sigurisë arrest me burg për biznesmenët e arrestuar një ditë më parë nga policia e kryeqytetit gjatë operacionit koduar Ballkani. Të pandeurit akuzohen për trafik ndërkombëtar droge. Deri në përfundim të hetimeve, pas hekurave do të qëndrojnë Jurgen Molla, bashkëpronar në firmën e ndërtimit Molla SHPK, Nuredin Nazëraj, pronar i një hoteli luksoz në Vlorë, Shqyqyri Kotori, Lulzim Qori, Denis Sinemata dhe Blerim Ukimeraj. Sipas prokurorisë, Jurgen Molla, Shqyqyri Kotori dhe Anesti Koromani dyshohet të jenë në rolin e financuesit dhe të organizuesve të këtij aktiviteti për sigurimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike nga Turqia në drejtim të Shqipërisë.
Kryeministri Edi Rama ndodhet në kryeqytetin e Polonisë Varshavë, ku po merr pjesë në punimet e samitit 2 ditor të vendeve të NATO-s. Kreu i qeverisë shqiptare është pjesë e diskutimeve në qendër të cilave janë forcimi mbrojtjes kolektive të aleancës, projektimi i stabilitetit në hapësirën euro-atlantike, kërcënimet dhe sfidat e sigurisë si dhe angazhimi i NATO-s në Afganistan. Kryeministri Rama në momentin e fotos zyrtare ka patur një shtrëngim duarsh me presidentin amerikan Barack Obama. Ai është pritur edhe nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Pjesë e delegacionit shqiptar janë dhe ministri i jashtëm Ditmir Bushati dhe ministri i mbrojtjes Mimi Kodheli. Në rafshin politik, samiti i Varshavës konsiderohet me rëndësi të veçantë për aleancën, pasi zhvillohet në një moment kritik të përballjes me sfida serioze për sigurinë euro-atlantike, si nga lindja me Rusin, ashtu edhe nga jugu. Liderët e vendeve të NATO-s janë mbledhur në Varshavë në samitin që ka në fokus vendosjen e trupave shtesë në kufi me Rusin. Aleanca Atlantikut Veriut dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar një marrëveshje për t'u përgjigjur kërcënimeve të Moskës. Për t'u përgjigjur kërcënimit që vjen nga Rusia, NATO dhe Bashkimi Evropian nënshkruan në Varshavë një marrëveshje bashkëpunimi. Marrëveshjen e firmosën shefi i Aleancës Atlantikut Verior Jens Stoltenberg, kreu i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk. Pakti parashikon për shpejtimin e bashkëpunimit përballë kërcënimeve hibride detare të sigurisë kibernetike dhe për zhvillimin e servitjeve të përbashkëta. Për nënshkruesit e deklaratës ka ardhur momenti që t'i jepet një shtysë partneriteti strategjik mes tyre. Deklarata thekson se komuniteti euroatlantik përballet me sfida të paprecedenta që vijnë nga jugu dhe lindja dhe se qytetarët e tij kërkojnë që të përdoren të gjitha mënyrat e mjetet për të adresuar këto sfida dhe për të rritur sigurinë. Marrëveshja parashikon edhe shkëmbimin e të dhënave të sigurisë për të luftuar terrorizmin dhe kërcënimet kibernetike. Në samitin e Varshavës, 28 vendet anëtare të NATO-s do të miratojnë formalisht zbarkimin e 4 batalioneve me 4.000 trupa në shtetet balltike dhe Poloninë lindore. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë 1.000 trupa shtesë në Poloni. Kjo prani ushtarake vjen si përgjigje ndaj Moskës zyrtare, e cila vazhdimisht tenton të destabilizojë shtetet në kufi të saj, ndonse një qëllim i tillë është mohuar nga Kremlini. Kur ka kaluar më shumë se një javë nga super grabitja e aeroportit Rinasit, ku morën afërsisht 1 milion euro, mes ditën e kësaj të premteje u mbajt mbledhja e parë për kushtet e sigurisë jashtme dhe të brendshme të aeroportit. Në mbledhjen e drejtuar nga kreu i aviacionit civil Aleksandr Lipivani, morën pjesë edhe zëvendës ministri i transporteve, drejtori i përgjithshëm i policisë Aki Çako, ai kufirit Gencme Repeza, si dhe drejtori ekzekutivi i aeroportit Rolf Castro Vazquez. Për drejtuesit më të lartë policisë, grabitja në aeroportin në Ndereza ka ngritur shumë pikpyetje mbi sigurinë kombëtare. Në këto kushte ata kanë kërkuar edhe rishikimin e kushteve të kontratës të nënshkruar me kompaninë e sigurisë ICTS. Por në përfundim të mbledhjes, asnjë nga pjesëmarrësit nuk ka pranuar të bëjë publike se çfarë është diskutuar, me argumentin se cënohet siguria kombëtare. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani ka shpërthyer në kritikat forta ndaj hipotekave që nuk bashkëpunojnë me zyrat e Aluiznit për pronat. Ai kërkoi që proceset të mos jaten pafund, pasi zvarritja është korrupsion dhe krim ndaj shtetit. Në mbledhjen e përvitshme me Agjencinë e Kompensimit të Pronave Hipotekat e Noterët, Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani kritikoi ashpër mungesën e bashkëpunimit mes tyre. Për ngërçin që ka mbërthyer Aluiznin e hipotekat, Ministri i Drejtësisë tha se nuk do të ngurojë të pushojë nga puna cilindo që abuzon me ligjin. Mungesën e bashkëpunimit mes dy institucioneve Manjani e quajti të patolerueshme, ndërkohë që zvarritjen e praktikave për pronën e qytetarëve e konsideroi krim ndaj shtetit. Fundi këtij muaji në minimum dhe fillimi i muajit shtator në maksimum, të gjitha praktikat që quhen të vështira, që ju nuk i mbani në përsyrtar, në prej vitesh dhe nuk i evadoni, duhet të kenë marrë fund. Kushdo që është përgjegjës është i shkarkuar. Dhe unë nuk i hyj më fare kësaj teme. Nuk duhet të dëgjoj më historira nga viti 2013, nga viti 2014, vendime gjyqësore që nuk zbaton. Kush jeni ju që nuk zbatoni vendimet e gjykatave? Me çfarë drejtë? Kush guxon të dalë mbi vendimin e gjykatës? Pas zgjedhjen e çështjes së pronave nuk mund të ketë zhvillim ekonomik, tha ministri i Drejtësisë. Kam verifikuar vetë, po ja them, rast pronar i konfirmuar edhe nga ish Agjencia e Kthimit të Pronave, edhe nga ATP-ja sotme, edhe nga vendimi i gjykatës. Aplikon prej 2 vjetësh në ZRPP
Nuk merr përgjigje dhe në këto 2 vite zihet prona. Çfarë është kjo? Banditizëm. Doni fjalë tjetër. Nuk shkon për. Mëtej Manjani u ndal tek shërbimet që ofron noteri. Ai kërkoi nga Hipoteka Dea Luizni që në çdo rast i ofrohet shërbim në kohë, kur zyrat notariale kërkojnë të dhëna nga këto 2 institucione. Një makinë që po lëvizte me shpejtësi ka goditur për vdekje një 55 vjeçar në aksin Shkodër-Koplik. Pak më vonë, në të njëjtin rrugë, u përplasën edhe 2 automete të tjera, fatmirësisht pa shkaktuar viktima të tjera. Një i vdekur dhe një i plagosur brenda të njëjtës familje është bilanci i 2 aksidenteve të ndodhura në harkun e pak orëve, mbrëmjen e së njëjtës në aksin Shkodër-Koplik. Ngjarja e rëndë ndodhi në mbrëmje kur Kadri Kazma, 55 vjeç, nga fshati Grish po kalonte rrugën. Ai u përplas nga një autovetur me drejtues Enver Zekën. Për shkak të plagëve të marra, 55 vjeçari ka ndëruar jetë në spitalin e Shkodrës. Sipas policisë, shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia me të cilën lëvizte makina. Por vetëm pak minuta pas kësaj ngjarjeje, një tjetër aksident ka ndodhur në të njëjtin aks. Rreth orës 21:45 janë përplasur 2 automjete, ndërsa në aksident është përfshirë edhe vëllai i viktimës së aksidentit të parë, i cili po udhëtonte si pasagjer drejt spitalit të Shkodrës. Ai është dërguar menjëherë në spital dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Projekti Lungomares në Vlorë ka krijuar 2 korsi të ngushta që sot janë kthyer në problem për udhëtarët për shkak të trafikut. Nëse dikujt i prishet makina apo pson aksident, të tjerët duhet presin shumë gjatë, pasi nuk ka mundësi parakalimi dhe as hapësira të tjera. Ndodhemi këtu pranë një prej projekteve më madhore të qytetit të Vlorës, siç është projekti Lungomares. Ashtu sikundër mund të shihet dhe nga pamjet, trafiku gjatë gjithë orëve të paradites, por edhe në mbasditë është i rënduar. Nëse një prej këtyre automjeteve mund të ketë një defekt apo të ndodhi qofte dhe ndonjë aksident sikundër ka ndodhur përpara disa ditësh, trafiku të shndërrohet në një kaos të vërtet, duke qenë se makinat e kanë të pamundur të qarkullojnë. Si e vetmja zgjidhje në këto raste është dhënë hipja e makinës në këtë bordur, e cila konsiderohet si alternativa e vetme për të gjitha automjetet. I cilësuar si një ndër projektet më të mëdha të realizuara në Vlorë, Lungomare pritej të ishte një investim i nevojshëm për t'i dhënë zgjidhje problemit të trafikut në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit, por duket se kjo nuk ka ndodhur. Rruga e re është e përngusht dhe në vend që ta lehtësoj trafikun e ka rënduar edhe më shumë atë. Projekti i ri e ka ndarë rrugën ekzistuese në 2 korsi të ngushta me një hapësirë trotuari në mes. Makinat detyrohen të qëndrojnë njëra pas tjetrës pa mundësi parakalimi e të bllokuara nëse u ndodh aksident apo ka ndonjë defekt në automjet. Ku mund të kaloj me fëmin? Po kalova atje, më merr makina më hodhi atje matan me gjithë fëmin. Atje do kalojmë për vetë për në shtëpi se është rrugica atje, nga do kaloj. As projekt, as studija ashtu, vetëm ngushtica ka bërë. Pse janë bërë këto? Si është projekti aje, s'ka një, si gjithë bota vë një stand atje, objekti është ky planifikuar, ka këto punime, këtu s'ka asnjë gjë. Bëjmë 5 lekë bëj këtë punime, bëj 5 lekë bëj këtë punime, se çfarë bëhet as 10. Ky projekt i realizuar do të jetë si zgjidhje për lehtësimin e qarkullimit. Ky është varri i Vlorës. E lehtëson qarkullimin në qytet. Lehtëson ajo rruga më tonë, tjetra jo kjo. Tabelat orientuese tregojnë se shpejtësia e lejuar për të kaluar aksin me një sens lëvizje është 30 km/h. Për qytetarët, nëse kjo rrugë do të mbetet e tillë, do të jetë një problem i madh për kalimin e mjeteve dhe menaxhimin e trafikut. Në rast se do jetë vetëm për makinat që kalojnë këtu për plazh, mirë është. Ama në rast se për makinat edhe për autobusa shumë i ngushtë. Të ishte pak më gjerë, do ishte më mirë një dhe e dyta. Të vijen 2-3 projektora derisa të rregullohen, se ne jemi njerëz dhe kuptojmë që punohet këtu dhe bravo që punohet. Të vijen, kërkoni të vijen 2-3 projektora. Tani e vështirëson se s'ka mbaruar as rruga ndek. Kur të mbaroj rruga ndek, do të më thotë që do dalë vetëm për to korsitë e emergjencës, për ambulancë, për autobusin, për policin, për këto gjëra. Zgjidh kjo qarkullim në qytet. Ky projekt aktual. Tani për tani është vështirë, është pak e ngushtë. Lungomare përshkon një nga zonat më të frekuentuara nga vizitorët vendase të huaj gjatë sezonit veror dhe përballet me një fluks shumë të lartë udhëtarësh. Prej vitesh, kalimi në këtë segment ka qenë një mundim i vërtet që duket se do të vijojë edhe gjatë këtij sezoni.
Ekspertët parashikojnë se ndërhyrjet në infrastrukturën rrugore dhe prishja e objekteve pa leje gjatë sezonit do të kenë ndikim negativ në turizëm. Situata më problematike paraqitet veçanërisht në Bregdetin e Vlorës për shkak të projektit të Lungomarës. Të shkosh me pushime në Vlorë apo edhe mëtej në drejtim të jugut është kthyer në një ferë të vërtet. Sikur të mos mjaftojnë problemet që kanë shoqëruar çdo vit sezonin turistik, këtë verë Vlora është kthyer në një kantier ndërtimi. Për ekspertët, kjo situatë pritet të japë ndikim në turizmin e zonës. Ne kemi edhe raste të tjera kantierësh, ndoshta edhe më të vogla, por gjithsesi domethënë krijojnë ato streset që fundit domethënë janë pjesë e eksperiencës turistike dhe nëse shumë vizitorë qoftë vendës, qoftë edhe të huaj i provojnë në një vit, por nëse i provojnë edhe në 2 vit rresht këto strese, atëherë motivimi për të vizituar këto destinacione fillon e ulet. Normalisht impakti është negativ sigurisht sepse asnjë turist, qoftë i huaj, qoftë vendas, nuk ndihet mirë në rrëmujën. Tashmë është bërë prej dekadash shoqëron kjo situatë, por këtë vit është dhe më e padurueshme për shkak të kantierit të hapur dhe bezdisës në gjatë kalimit qoftë gjatë fundjavëve, qoftë dhe në mënyrë të përditshme. Por a mundet që jugu i Shqipërisë të konkurrojë vendet e rajonit? Çdo vit përgjigjja ka qenë negative, por këtë sezon situata bëhet edhe më e komplikuar. Infrastruktura dhe energjia janë pikat kryesore që e bëjnë turizmin tonë të çalojë. Në finale, kjo do të thotë që ne nuk kemi garanci dhe siguri në të bërin biznes. Pra vendimarrja nuk noll pranë biznesit, por noll nga ambienti rrethues. Pra, nëse unë do kem një hotel në një situatë tillë, unë nuk arrit parashikoj edhe të bëj shumë planifikime biznesi nëse të gjithë këto zhvillime fundit në ambientin rrethues ndikojnë në biznes dhe pastaj dalim te këto temat e tjera që ne kërkojmë cilësi shërbimesh nga bizneset. Një pjesë e mirë sigurisht që mund edhe ta devijojnë këtë gjë, mund të kalojnë edhe nga aksi tjetër nacional që i bie nga Gjirokastra, por një pjesë do preferojnë dhe plazhet që kemi këtu më afër, Gjirin e Lalzit, plazhin e Generalit apo edhe Shëngjinin, këto të veriut. Përfaqësues të shoqatave të turizmit i bëjnë thirrje qeverisë që të harmonizojë punimet dhe agjendën e investimeve, e cila shpeshherë ka rëndesh me sektor të rëndësishëm të ekonomisë, e përjedhoj janë shoqëruar edhe me efekte negative. Partia Demokratike i kërkon kryeministrit Edi Rama të bëjë transparencë dhe tregoj burimin e $80.000. Edi Paloga deklaroi se situatën e rëndojnë edhe më shumë dyshimet se ato mund të jenë para droge. Edi Rama është në detyrim të bëjë transparencë se nga dolën këto para. Kush është burimi i tyre? Dyshimet janë për para droge ose aktivitet kriminal, çka rëndon dhe më shumë pozitën e Edi Ramës në këtë skandal. Nëse ato janë para droge dhe trafiqesh, parate atyre trafikantëve me të cilët Rama erdhi në pushtet, kemi të bëjmë me një krim edhe më të madh, dhe çështja duhet zbardhur sa më shpejt. Edi Rama është përfituesi i drejt për drejt i $80.000 që u pagua nga burimi i huaj, dhe është ai që duhet përgjigjet për këtë fakt. Pastrimi i Tiranës do të bëhet sipas modelit Veronës në Itali. Erion Velie është takuar me kryebashkiakun Flavio Tosi, me cilin nënshkroi dhjetorin e vitit shkuar marrëveshjen për krijimin e ndërmarrjes publike të pastrimit. Verona do të jetë modeli i Tiranës për menaxhimin dhe pastrimin e mbeturinave urbane. Pas marrëveshjes së nënshkruar në dhjetor të 2015-s, kryebashkiaku Erion Velie është takuar me homologun e tij në Verona, Flavio Tosi. Në deklaratën për media, kryetari Velia i theksoi se së shpejti Tirana, ashtu si dhe Verona, do të ketë ndërmarrjen e parë publike të pastrimit të kryeqytetit, e cila do të shërbejë si model për kompanitë private. Qyteti Veronës qyteti më i pastër në Itali, po dhe qyteti me taksat më të ulta në Itali. Dhe gjitha kjo ndodh nga një kompani publike. Ndaj dhe besoj që pas 25 vitesh ku kemi neoliberalizuar dhe privatizuar gjithçka, ndoshta kemi kuptuar që disa gjëra endet publike, shteti, qyteti, mund t'i bëj vetë. Bashkia në këtë rast, bashkë me Bashkinë e Veronës, ka krijuar një kompani publike, 50/50, për të bërë pastrimin, për të bërë diferencimin e mbetjeve në Tiranë, edhe ashtu siç është Verona qyteti më i pastër në Itali, sigurohemi që Tirana është qyteti më i pastër në Ballkan. Ndërsa kryebashkiaku i Veronës, Flavio Tosi, ka shprehur angazhimin për të vjuar bashkëpunimin në Tiranë, jo vetëm në fushën e menaxhimit të mbetjeve, por edhe në sektor të tjerë.
Universiteti i Mjekësisë ka vendosur kritere shumë të forta, vetëm maturantët me mesatare mbi 8.5 kanë shanse për të studiuar në njërin nga degët e këtij universiteti. Sipas rektorit Arben Gjata, do të ketë një reduktim të ndjeshëm të pranimeve. Për të bërë mjek, stomatolog apo farmacist nuk do t'jetë me thjesht. Pas shumë vitesh, Universiteti i Mjekësisë vendos kritere të forta pranimi. Vetëm kandidatët me mesatare mbi notën 8.5 mund të synojnë degët e mjekësisë, por sipas të gjitha gjasave, pranimet nuk do të arrijnë deri në këtë nivel. Rektori Arben Gjata tregon se referuar kuotave që këtë vit janë reduktuar, mjekësinë dhe degët e tjera kanë shanse ta fitojnë vetëm maturantët ekselent. Universiteti i Mjekësisë si vjet ka vendosur 3 grupe kriteresh. Një grup ka të bëjë me mesataren e gjimnazit, që përbën 35% të pikëve, 35% e kemi lënë provimeve të maturës shtetërore, dhe kemi lënë dhe 3 provime, të cilat janë kimia, fizika dhe biologjia, të cilat kanë respektivisht nga 10%. Ne kemi vendosur mesataren 8.5, mund ta vendosim dhe më të lartë, sepse natyrisht bëhet me zbritje dhe në bazë të eksperiencave të viteve të kaluara, mjekësi me mesatare 8.5 nuk ka fituar njëri, por zakonisht janë të gjithë mbi mesatare mbi 9 gjimnaz. Universiteti i Mjekësisë do të pranojë 240 kandidat. Ka një ulje të pranimeve veçanërisht në degën e farmacisë. Në lidhje me tarifën e shkollimit, është vendosur që ajo mos ndryshojë, të paktën për këtë vit, duke mbetur në vlerën e 50.000 lekëve të rinj. Drejtues të Universitetit të Mjekësisë nuk përjashtojnë mundësinë e rikthimit të konkurseve vitin e ardhshëm për zgjedhjen e më të mirëve. Edhe pse arsimi ushqimeve dhe duani janë rritur ndjeshëm gjatë qershorit, inflacioni vijon të rezultojë i ulët. Instat ka publikuar këtë indeks për muajin që shkoi dhe vrehet një rritje stratosferike e çmimit të frutave me 16%, ndërsa zarzavatet me 7%. Rritja e çmimeve të shportës me sa duket po ndikon që ta çojë drejt stabilizimit të inflacionin, i cili në muajt e parë të vitit rrezikoi të shkonte afër nivelit 0. Tregjet globale vijojnë të ndikojnë negativisht dhe rënja e naftës ka bërë që për qershorin niveli i tij të jetë 1.2%, shumë larg vlerës që parashikon Banka e Shqipërisë. Në ekonomitë e vendeve në zhvillim, ky indeks kërkohet të jetë afër nivelit 3%, çka tregon se konsumi është gjallëruar, por në Shqipëri interesi vijon të mbetet për të blerë mallrat bazë. Majoranca i dërgon 2 propozime opozitës për reformën në drejtësi, por demokratët këmbgulin në përjashtimin e ndërkombëtarëve nga vetingu. Prokuroria kërkon 5 vjet burg për gjyqtarin Rasim Doda, kërkoi 80.000 euro rishfet. KLD pezullon nga detyra gjyqtarin Shoqëri Çobo për ngacmim seksual. Operacioni antidrog në Tiranë kapen 1.3 kg kokain, 7 persona në pranga. Lënda narkotike kishte destinacion lokalet VIP të zonës e ish-bllokut. Kryeministri Edi Rama merr pjesë në samitin e NATO-s në Varshavë. Aleanca e Atlantikut Veriut diskuton sfidat e sigurisë, kërcënimi nga Rusia dhe terrorizmi. Lungomare, burim trafiku në Vlorë në kulm të sezonit turistik, projekti i ri vetëm me 2 korsit ngushta që shtojnë mundimet për udhëtarët dhe dëmtojnë turizmin. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit visionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu, miropafshim.